Gëzuar një majnë ditë në punëtorëve. Shenjë që s'kan bëjt dita për të papunët. Ju kanë ndonjëherë blenë një shalqie 10 kg nga marketi e çon në shtëpi dhe pastaj del si kastravec, edhe nga shija edhe nga pamja. Këto lloj ushqime shumë çuditshme, të frikshme, janë tu bën gjithë botën, po kryesisht në Amerikë. Amerika i ka më keq ka gjithë. Se dia ju kanë dalë këto lloj videosh, po amerikanëve janë tu i dalë banane që nuk puten me dorë, janë si çumçakiz, janë si elastik. Në Amerikë ky problem ka qenë shumë më parë se në Shqipëri. Ne mund të themi se tash ka filluar me na ndodh. Dihet kjo gjë, në Amerikë provojnë gjithë gjërat e reja që duan me vot. Flitet për growth hormone, steroide artificiale, hormone rritje që i japin perimeve dhe frutave dhe rriten më shpejt, mund të shesësh më shtrenjtë tash. Growth hormone, këto lloj gjëra shkaktojnë që shalqini ta ketë shijen si kastravec, është rrit artificialisht. Kjo gjë sigurisht nuk është e shëndetshme, por kanë gjetë diçka tjetër dhe më të pashëndetshme aty mbrenda. Puna është se kanë gjetë plastik aty mbrenda ose mikroplastik siç e quajnë to. Dhe plastika jep atë efektin tjetër që banani dhe frutat e tjera janë si çumçakiz, nuk i kput dot me dorë. Nga njëra anë growth hormoni mund të shkaktojë mutacione gjenetike të trupit jot, por nuk është kurrë keq sa plastika në trupin tot. Plastika është diçka që nuk do ta hash asnjëherë, nuk është për të konsumuar. Plastika nuk ka asnjë benefit mirë nëse konsumon, ka vetëm benefite të këqija. Nuk supozohet ta konsumosh asnjëherë. Benefitet që si për shembull ndërhyrjen sistemin endokrinal, sistemin hormonal, ta themi shqip. Varet nga njeriu sigurisht, por shkakton kryesisht rregullime hormonale. Ti ke më shumë ose më pak testosteron se s'duhet kesh. Mos mendoni se është gjë mirë nëse keni më shumë, se nuk është natyrale, është artificiale. Plastika ngelet në trup si mbetje, në stomak, te veshkat për shkak. Ka raste që mbetet të palca kurrizore, të hallatet që ke poshtë, edhe në trup. Kështu rastesh kur ka te mbetje plastike në një vend të trupit që nuk supozohet të pas plastik në herë aty, ti nuk supozohet ta konsumosh, atëherë shkakton kancer. Pra çrregullime hormonale, çrregullime shëndetësore, kancer, dhe pastaj çrregullime vendore, mood swings deri në demencia dhe Alzheimer. Se po ju them gjithë këtë, nuk e di sa kohë keni këtë planet, po kanceri në Shqipëri dikur kanë pasur smundje e keqe. As nuk e përmendni në emrin fare, ishte si koncepti i Voldemortit, ishte shumë i rrallë. Çudi është fakti që ka shumë më tepër raste se çka pas më përpara, po edhe mund të thosh që nuk kanë qenë të regjistruar më përpara. Çudia kryesore në fakt është fakti që ka fëmijë që lindin me kancer. Si supozohet lindi një person me kancer? Nuk mendoni se ndikon sa do pak ose sa do shumë çka ka hëngur mami dhe babi gjatë gjithë jetës? Këtë po ta them se ai plani që ke du me bë 5 milionë euro me jetën time, do duhen një 5 milionë euro tjerë vetëm me gjetë ushqim jo kanceroz. E ke llogarit këtë gjë? Nuk kam çmë ju bë, ju a thash tash këtë gjë, po më mirë me ditë se mos më e ditë apo jo, si thoni ju.